Eagle Dance ose kërcimi shqiponjës është ekspozita e përbashkët e artistëve Roland Arizi dhe Eda Molla, një projekt ky që bashkon fotografinë, skulpturën, pikturën, mozaikun dhe kolazhin. Ideja e ekspozitës ka lindur nga një simbol i fortë i identitetit shqiptar, kërcimi i shqiponjës. Çifti artistëve ka shndruar këtë motiv në një udhëtim artistik, duke e realizuar në 10 shtete të botës dhe duke e vendosur në sfondin e kulturave, peizazheve dhe qyteteve të ndryshme. Fiksuam kërcimin me sfond nga kultura të vendeve të ndryshme. Një mundësi kjo për të përçuar traditën e valleve tona, shprehet Roland Arizi. Kjo në fakt, duke qoftur në atë valja shqipe Eagles Dance që kemi, është një ide që ka lindur në mënyrë spontane gjatë udhëtimeve që kemi bërë në vende të ndryshme të botës. Të entuziazmuar kërcyem atë valle dhe bëni figurë dhe troqi vëmendjen e shikuesve aty, të cilët pyetën nga jeni dhe ne duar trokitën të gjithë vetëm vallet shqipe apo vendi shqiponjave. Kjo na bën ndjehemi krenar dhe thamë që herë tjetër çdo udhëtim që do bëjmë në çdo qytet dhe do marrim me vete pikërisht këtë suvenir, fotografinë duke fiksuar atë momentin final të valles. Kjo përderisa ka ngjyra të thellësisht kombëtare, fillon nga Vlora që është vendi i flamurit, prandaj ne jemi krenar për këtë. Edhe të shikojmë pasaj për Shqipërinë edhe më tej nëse gjatë shqiptarëve të tjerë që jetojnë në vende ndryshme të botës. Po që mbas kësaj e sigurt është që do jetë në Athinë, atje ku kemi komunitetin tonë me ambasadën tonë që na mbështet thellësisht për gjëra të tilla. Sipas Arizit, është kënaqësi e veçantë që pikërisht vallen e shqiponjës ta nisin nga Vlora, duke e cilësuar qytetin bregdetar si pikën e parë të këtij udhëtimi të ri të ekspozitës. Për Eda Mollajn, kënaqësia është e dyfisht pasi udhëtimet nuk mbeten vetëm kujtime personale, por kthehen në vepra arti dhe ndahen me publikun. I marr me vete ato dhe i shpreh dhe veprat e mia. Veprat e mia janë veprat e para të pikturës, janë abstrakte, po megjithatë ato sjellin emocionet e gjithë udhëtimet që kemi bërë, sjellin figura persona njerëzish që dhe ata kanë brenda tyre atë emocionin që ndjen me neve, se duke bërë neve vallen e shqipeve, u ndjen edhe ata krenar me ne, duke bërë dhe ata vallen e shqipeve siç e bënte ne. Ky është një emocion i madh që kulturën tonë e çuam më tutje. Ekspozita Eagle Dance ka nisur rrugëtimin e saj nga Vlora, ku do të qëndrojë për 5 ditë, duke u ofruar ardashësve mundësinë të shohin nga afër këtë projekt të veçantë. Më pas ekspozita do të vijojë udhëtimi në qytete të tjerë për të sjellë përpara publikut të ri një ndërthurje mes artit, udhëtimit dhe identitetit shqiptar. Një kërcim që nisi si një ide u kthye kështu në një udhëtim nëpër botë dhe tashmë është rikthyer në Vlorë si një ekspozitë që bashkon kulturat përmes gjuhës së artit.